Federata e Futbollit e Serbisë ka njoftuar se në bashkëpunim me FIFA-n dhe Ministrinë e Brendshme serbe e ka shpallur ndeshjen me Serbisë dhe Shqipërisë si një ndeshje me rrezik të lartë për sigurinë. Kjo përballje, që do të zhvillohet në stadiumin Dubočica në Leskovac më 11 tetor në kuadër të kualifikimeve për Kupën e Botës, shihet si tepër e rrezikshme nga autoritetet serbe. Sipas njoftimit të Federatës Serbe, FIFA ka vendosur të dërgojë 2 zyrtar sigurie në vendin e ngjarjes për të garantuar sigurinë maksimale të gjithë pjesëmarrësve dhe spektatorëve. Prania e tyre nënvizon seriozitetin e kësaj ndeshje dhe detyrimin e të gjithë aktorëve për të vënë sportin në plan të parë. Federata Serbe gjithashtu kujton incidentet e vitit 2014, kur ndeshja me Serbisë dhe Shqipërisë në Beograd u ndërpre pas shfaqjes së një droni me flamurin e Shqipërisë etnike dhe pati më pas përleshje midis lojtarëve dhe tifozëve serb që u futën në fushë për t'i goditur lojtarët shqiptar. Ndeshja e mëparshme pati pasoja të mëdha për ekipin tonë kombëtar dhe për futbollin serb, si në aspektin sportiv, ashtu dhe në atë financiar, thot Federata Serbe. Ky është shkaku pse kemi një përgjegjësi të veçantë për të siguruar që skenar të tillë të mos përsëriten më dhe për të treguar se Serbia mund dhe duhet të presë një ngjarje të madhe sportive në përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare, shkruan Federata Serbe. Serbia ka marrë një tronditje të rëndë para ndeshjes vendimtare kualifikuese për botrorin 2026 me Shqipërinë, që do të luhet në stadiumin Dubočica në Leskovac. Komisioni disiplinor i FIFA-s ka vendosur këtë të martë të gjobis me 80.000 franga zvicerane Federatën e Futbollit të Serbisë dhe po ashtu të mbyll për tifozët një pjesë të stadiumit. Gjoba dhe penalizimi i stadiumit për Serbinë vjen pas incidenteve që lidhen me rendin dhe sigurinë, si dhe përsjelljen e papërshtatshme dhe diskriminuese të tifozëve vendas. Gjatë ndeshjes kualifikuese për Kupën e Botës, Serbia-Angli, që u luajt më 9 shtator në stadiumin Rajko Mitić. Sipas vendimit, Serbia do të duhet të luajë me të paktën 20% të kapacitetit të tribunave të mbyllura, kryesisht ato pasportave. Pra nga 8.000 vende që ka stadiumi Dubočica, në tribunat e tij do të jenë të pranishëm në ndeshjen e 11 tetorit rreth 6.000 tifoz. Në përputhje me vendimin, Federata e Futbollit të Serbisë është e detyruar t'ia paraqesë planin e rregullimit të ulëseve FIFA-s jo më vonë se 10 ditë para ndeshjes, me mundësinë për të mbushur një pjesë të kapacitetit me komunitete dhe grupe me interes të veçantë, si familje, student, organizata me fokus në luftën kundër diskriminimit. Vendimi i FIFA-s për ndeshjen Serbi-Shqipëri që do të luhet më 11 tetor në Leskovac të Serbisë është çështje orësh tashmë, kur kemi hyrë më pak se 2 javë nga ndeshja dhe 1 javë nga grumbullimi zyrtar i kombëtarëve për ndeshjen më të rëndësishme të kësaj fushate eliminatore, ku ndërrojmë kualifikimin e parë për finalet e një botrori. Një vendim i rëndësishëm është marrë pas postimit të ndeshjes nga Beogradi në këtë qytet të vogël por me një stadium të ri, trazirat në ndeshjen e fundit Serbia-Angli, që përfundoi me shifrat 0-5, pritet të sjellin një tjetër sankcion për serbët, përveç atij financiar. Bëhet me dije se po punohet nga organet botërore dhe europiane, FIFA dhe UEFA, që të shmanget stadiumi i boshatisur për ndeshjen Serbi-Shqipëri. Kjo jo për të favorizuar organizatorët në këtë rast, por më tepër për aspektin vizual. Nëse në ndeshjen ndaj Anglisë, pamja vizuale ishte e tmerrshme, ku figurat e krimit në Serbi u pan të ulur në tribunën qendrore duke dhunuar tifozët, po serb, por që ndoshta thërrisnin kundër qeverisë dhe presidentit Aleksandar Vučić, vendimi duhet të ishte shumë i shpejtë dhe i qartë. Stadiumi boshatisur, në fund të fundit, ata janë mësuar tashmë. Gjithsesi, kur bëhet fjalë për një ndeshje me një vëmendje kaq të madhe botërore, jo vetëm europiane dhe jo vetëm për rëndësinë sportive që ka për të dyja skuadrat në grupin kualifikues për botrorin 2026, edhe ana vizuale që duhet të shoqërojë një eveniment sportiv së bashku me mesazhin që duhet të jap është paqja, qetësia dhe mbështetja vetëm për sport, për futboll në këtë rast. Si rrjedhoi është menduar që në rast se do të lejohen tifozët, edhe pse në një numër të kufizuar ata do të jenë të kontrolluar, do të jenë fëmijë, një zgjidhje që përmbush aspektin vizual siç duhet dhe nga ana tjetër unë ndjeshëm rrezikshmërinë që ka organizimi i kësaj ndeshjeje. Takimi do të luhet në stadiumin Dubočica, një stadium i ndërtuar në vitin 2023 dhe që ka një kapacitet rreth 8.000 vende. Për delegacionin shqiptar janë lënë në dispozicion vetëm 100 vende në çdo rast, ndërkohë që pritet edhe konfirmimi i presidentit të Republikës së Serbisë, Aleksandar Vučić, i cili kishte deklaruar më parë se do të ishte prezent në këtë ndeshje.
gjë që e bën edhe më ekstreme masën e sigurisë për mbarvajtjen e këtij takimi